Tu ngjatjeta uroj të jeni mirë. Kosova votoi. Populli i Kosovës dha verdiktin e tij për zgjedhjet e komunave, për zgjedhjet lokale, pra në gjithë territorin e Republikës Kosovës, dhe unë dua shkurtimisht të ndalem sot dhe të përpiqemi bashkërisht të kuptojmë me një këndvështrim racional, të qetë, të barazlarguar, të pa impresionuar nga ngarkesat politike brenda Kosovës apo nga tifozëria politike, në një këndvështrim që e shohim nga këtu, nga Tirana, çfarë sinjalesh, cila është këmbana e alarmit që sjell procesi i zgjedhjeve lokale në Kosovë, kush vdiq, kush lindi, çfarë vdiq, çfarë lindi, cilat janë sinjalet dhe çfarë duhet kuptojmë nga i gjithë ky proces, kush i fitoi komunat e Kosovës, kush ishte fituesi i vërtet dhe kush ishte humbësi i vërtet. Realisht, a kishte humbës dhe fitues? Në shifra po, por në kuptimin e legjitimitetit jo. Dhe unë do të ndalem ta bëj këtë analizë të imtësishme, të hollë, të shpejt, me të gjitha detajet, të cilat na hapin ne një panoramë, na hapin një dritare që na sjell, na vendos të gjithëve bashkë përballë panoramës dhe rezultatit real dhe të vërtet të zgjedhjeve në Kosovë. Ishte një proces zgjedhor i qetë, më i mirë se ç'ndodh në Shqipëri, rezultatet dalin shpejt, nuk ka kontestime të mëdha për shkelje të mëdha, dhe ky është një proces i cili për të cilit ne vazhdimisht duhet mësojmë ne të Shqipërisë nga Kosova. E kam thënë vazhdimisht, Kosova bën zgjedhje shumë herë më të mira se ne në Shqipëri. Ne në Shqipëri kemi grabitje totale dhe parapërcaktim total, sepse kjo ka arsye të tjera të veta. Sistemi politik, liria, demokracia në vetvete nuk shëmben gjithmonë me tanke, as me luftra, as me bombë bërthamore, as me F-15, as me F-35. Sistemi dhe liria dhe demokracia, sistemi dhe politika dhe demokracia nuk shëmben me sulme nga jashtë apo me goditje apo me armë konvencionale, as me armë bërthamore. Sistemi e merr legjitimitetin nga populli. Populli është ai i cili me versionin e tij ose i jep sistemit legjitimitet ose nuk i jep sistemit legjitimitet. Pa dashur përpara se të hyj në detajet e asaj këmbanës së alarmit që vjen nga Kosova në këtë moment, shohim pak pjesëmarrjen në zgjedhje, shohim pak rezultatet e para. Ju i dini më mirë se unë rezultatet dhe nuk do të ndalem atje. Të gjithë në Kosovë e din, edhe këtu në Shqipëri, zgjedhjet komunale kanë vetëm një synim kryesor madhor, përveç qyteteve të tjera të Kosovës dhe të Shqipërisë, synimi është komuna më e madhe që është Prishtina, një lloj si në Tiranë. Kush fiton Tiranën, fiton gjithë Shqipërinë. Edhe në Kosovë është e njëjta histori. Kush fiton komunën e Prishtinës është fitimtari i këtyre zgjedhjeve. Në shifrat e para që kemi deri në këtë moment, kemi shumë komuna që kanë shkuar në balotazh, ka dhe ruajtje të Albin Kurtit për 3 komuna të cilat i ka qeverisur më përpara, që do të thotë aty ku ka qeverisur është rivotuar nga populli. Ndërkohë kemi edhe LDK-n bashkë me PDK-n dhe AK-n e Ramushit që luajnë ndonjë bastion të tyre, por thelbi nuk është këtu. Shkuarja në balotazh e Prishtinës është tregues i rëndësishëm se kush do të jetë fituesi, dhe fituesi i Prishtinës do të jetë një tregues se kush është humbësi dhe fituesi në letër i këtyre zgjedhjeve. Por unë nuk do merrem me këto shifrat e fitores dhe të humbjes, as me deklaratat politike të cilat janë kuptohen që kanë një nerv dhe një grind politike, dhe prapa vi politike, se cila palë del dhe thot që unë kam fituar, thot tjetër. Unë do të merrem me një gjë të cilën e shoh nga Tirana, do të merrem me këmbanën e alarmit e cila vjen nga Kosova dhe që njofton një patologji, sëmundje shumë të rrezikshme,
që e ka kapur sot sistemin jo vetëm në Kosovë, por në të gjithë Ballkanin. Liria, demokracia, sistemi demokratik është duke shkuar drejt vdekjes. Dhe këtë e tregon mungesa e legjitimitetit të sistemit. Në të gjithë Ballkanin e kemi këtë krizë legitimiteti. Pse? Sepse zgjedhjet e Kosovës me pjesëmarrjen drastike të ulët me 39.5% është tregues i një trendi që po pushton të gjithë Ballkanin. Edhe në Maqedoninë e Veriut kishte bojkotim, edhe në Shqipëri ka pas bojkotim, edhe në Ballkan ka patur bojkotim. Po ç'është ky bojkotim dhe si duhet ta lexojmë atë dhe pse që ka ky rrezik dhe alarm? Po të kuptojmë dhe t'i bëjmë një analizë të hollësishme shifrave të pjesëmarrjes në zgjedhje prej vitit 1999, pra pas luftës në Kosovë, krijimit të Republikës së Kosovës më vonë, shpalljes pavarësisë dhe zhvillimit të proceseve elektorale atje, këto janë zgjedhjet në të cilat qytetarët e Kosovës kanë marrë pjesë më pak se kurrë në zgjedhje. Shifrat na tregojnë se në vitin 2013 kishim 47% pjesëmarrje, në vitin 2017 kishim 45% pjesëmarrje, në 2021 kishim 42.5% pjesëmarrje dhe tashmë në 2025 kemi vetëm 39.5% pjesëmarrje. Ju a dini çfarë do të thotë 39.5% pjesëmarrje? E bërë më e thjeshtuar për njerëzit më të thjeshtë që nuk i pëlqejnë shumë historitë e shifrave, 39.5% pjesëmarrje në zgjedhje do të thotë që populli i Kosovës e ka refuzuar politikën, e ka refuzuar klasën politike dhe e ka refuzuar sistemin. Pse e ka refuzuar Krishnik? 1. Sepse nga 2013 deri në 2025 kemi rënje drastike nga 47% pjesëmarrje në 45, në 42.5, në 39.5 tani. Që do të thotë rënja nuk është kapriço lokale e momentit, por është këmban alarmi se sistemi politik po vdes dhe klasa politike po vdes. Dhe legitimiteti po vdes. Çfarë do të thotë kjo? E përkthyer dhe e bërë më e thjeshtë. Kjo do të thotë që në çdo 10 kosovar me të drejtë vote, 6 prej tyre kanë refuzuar të dalin në kutitë e votimit. 6 shtetas shqiptar të Kosovës kanë refuzuar kutinë, e kanë braktisë procesin e zgjedhjeve. Pse ndodh kjo? Kjo ndodh sepse ata nuk besojnë më tek sistemi. Kjo ndodh sepse ata nuk besojnë më se vota e tyre do të ndryshojë gjë. Kjo ndodh sepse ata besojnë se nëse do të shkojnë tek kutia e votimit, kjo votë dhe shprehja e vullnetit të tyre të lirë demokratik nuk ka për ta përmirësuar mënyrën e tyre të jetesës. Dhe kjo është një këmban alarmi për sistemin. Dhe pak më poshtë do ju tregoj se çfarë rrezikon kjo këmban alarmi dhe si e vendos minën në stabilitetin e rajonit të Ballkanit, kjo mungesë legitimiteti dhe kjo demokraci formale në të cilën po kalon rajoni. Unë, siç u thash, miqësisht shpreh mendimet e mia dhe opinionin tim. Ka miq të cilët thonë, o Krishnik, po ti i di të gjitha. Jo, unë miqtë e mi e bëj dhe një shpjegim. Unë nuk i di të gjitha, por unë kam një mendim për gjithçka. Kujdes, unë nuk i di të gjitha, por kam një mendim për diçka. Dhe kur nuk kam një mendim, unë them nuk e di. Dhe kur thua nuk e di, ke dhënë përgjigje të saktë. Kush thot nuk e di, ka dhënë gjithmonë përgjigjen e saktë. E jap këtë analizë, e bëj këtë analizë për atë që po ndodh në Kosovë, sepse Kosova është shumë e rëndësishme jo vetëm për zemrat tona, që kjo nuk ka diskutim, por është shumë e rëndësishme për vetdijen tonë politike dhe për nuhatjen tonë geopolitike në këtë moment në cilin po kalon bota
dhe rajoni i Ballkanit që është një pikë me plak tektonike me lëkundje të forta të rrezikshme dhe përgjatë historisë na ka treguar që nga këtu kanë nis luftra botërore. Dhe për mua është shumë e rrezikshme humbja e legitimitetit të sistemit politik. Pse? Këtë na tregojnë zgjedhjet e Kosovës sot. Me atë që po ndodh atje. Çfarë ndodh? Kur 6 veta në 10 nuk dalin të votojnë, do të thotë kryetarët e komunave që do të zgjidhen në Kosovë, qofshin ata të zotit Kurti dhe të vetëvendosjes, qofshin ata të PDK-s apo të LDK-s apo të AAK-s apo të çdo lloj partie tjetër opozitare në Kosovë, do të thotë do të jenë kryetar pa popull, do të kenë atë që në Shqipëri e quajnë në zhargon çelësat e kashtës. Do të ketë vulën, do të ketë firmën, do të ketë zyrën, do të ketë buxhetin, por nuk ka thelbin e lirisë dhe të sistemit demokratik, që është legitimiteti, dhe legitimiteti nuk buron nga vula, as nga firma, as nga kollarja, as nga zyra. Legitimiteti në sistemin demokratik buron nga sovrani, nga populli, dhe populli e ka refuzuar sistemin masivisht. 6 në 10 refuzojnë sistemin, nuk dalin fare zgjedhjet. Sepse nuk besojnë ke ky sistem, nuk besojnë më ke zgjedhjet, as ke liria, as ke demokracia, futja kot nuk bën më ky sistem. Po sa e rrezikshme është kjo? Të dalin 4 nga 10 të votojnë dhe të refuzojnë 6 nga 10 të votojnë, është tepër e rrezikshme për sistemin, sepse mungesa e legitimitetit është mungesa dhe goditje me armë bërthamore e themelit të sistemit që është legitimiteti i sovranit. Tani, ju mund të bëni sa doni, jo ne fitum këtu o Kreshnikov, po pse ja fut kote, po ja ke fut kote, po ne kemi fitu Skënderajin, ti ke fitu Vushtrinë, ai ka fitu Xhilanin, po do marrin Prishtinë. Jo. Ju mund të thoni çfarë të doni dhe të flisni, sepse si militant politik unë të mirë kuptoj ty. E mirë kuptoj që ti thu roft Albin Baba, roft Hashim Thaçi, ti tjetri roft Kadri Veseli, ky është i Serbis, këta hajna, këta fuksat e Serbis, këta spionat e Serbis, këta thonë Albini është hajnë, ka fut Hashimin me Kadri Veselin në burg atje në Hag dhe nuk do që ata dalin, këta thonë kemi kap Fatmir Shehollin, spionin e Serbis, me cilin kishte bë aleancë Hashim Thaçi, që kishte kur drejton të shikun Thaçi me Veselin, i kanë dhënë 600.000 euro këtij spionit Serbis, ti jeni hajna, ju jeni Serbis, ju jeni Serbis, ju jeni hajna, dhe këto akuzat unë i marr vesh shumë mirë dhe e di shumë mirë se kush janë spionët atje dhe kush luan. Por populli duhet ta kuptoj përtej kësaj retorike, përtej partizanizmave politik, duhet kuptojmë thelbin që të rrujmë sistemin, apo të rrujmë veten tonë, apo të ardhmen tonë. Politikanët janë të përkohshëm. Kurti është i përkohshëm, Thaçi është i përkohshëm, ky është i përkohshëm. Kosova është ajo që ne na dhëm. Shqipnia është e rëndësishme për ne. Prishtina të rinë këmbë është e rëndësishme për ne, mos më interesojnë fare emrat personal, edhe pse i uroj më të mirën gjithëve, se i kam vëllezër të gjithë në trojet shqiptare kushdo ku janë. Çështja është, ne nuk merrem, unë nuk dua të merrem me legitimitet me persona dhe të bëj tifozllëk për persona. Unë merrem me kolonat që më mbajnë në këmbë Kosovën, që mbajnë në këmbë Shqipërinë, që mbajnë në këmbë trojet shqiptare. Nuk ka politik pa legitimitet dhe nuk ka sistem pa legitimitet. Dhe legitimiteti, edhe njëherë, legitimiteti nuk vjen nga procesi zgjedhor dhe nga shpallja e fituesve dhe nga shpallja e KQZ-s për rezultatin e zgjedhjeve. Këto janë teknikalitete të një procesi normal zgjedhor. Legitimiteti nuk
krijohet legitimiteti i pushtetit nuk vjen nga praktikat teknike të sistemit, por vjen nga sovrani i cili del dhe shpreh votim, shpreh vullnetin e tij për të votuar. Përveç popullit të Kosovës, këmbana e alarmit është që ka refuzuar të votojë edhe kush? Diaspora. 20 deri në 40.000 janë regjistruar për të marrë pjesë në zgjedhje dhe ka marrë pjesë realisht në zgjedhje 8 deri në 10% e antarëve të diasporës. Çfarë është refuzimi i diasporës? Çfarë këmbana alarmi? Është refuzimi i daljes së diasporës. Diaspora ka 400 deri në 500.000 shqiptarë me të drejtë vote në Kosovë. Dhe dalja 6 deri në 8% apo 8 deri në 10% e antarëve me të drejtë vote në diasporë do të thotë shqip dhe shkurt që diaspora ka nisur të sinkronizojë ndjesitë e saj dhe reagimin e saj për sistemin, për politikën dhe për demokracinë dhe për klasën politike në Kosovë, një lloj me të njëjtën valë me popullin e Kosovës që është në Kosovë. Pse? Sepse diaspora është ajo që sjell remitancat. Remitancat janë ato eurot që çon diaspora. Nuk ka rëndësi 100 euro, 200 euro apo 300 euro në muaj. Remitancat janë shtylla kurrizore të ardhurat nga diaspora që mbajnë shtëpitë e tyre me bukë në Kosovë, edhe këtu në Shqipëri. I kanë pas mbajt, tani po bien, sepse po lind brezi i dytë në emigrim dhe nuk kanë më lidhje me Shqipërinë as me shqiptarët. Kush ka në i fije burni e kujton, nonën e vet, babën e vet, pensionistët që kanë ngel këtu i çojnë 100 euro apo 200 euro apo 50 euro, nuk ka rëndësi. Por jeta në Kosovë është shumë e vështirë sepse mbahet si një lloj si në Shqipëri pra. Po të mos jenë remitancat, bëhet skëterë. Refuzimi i votës së diasporës vjen si një këmban alarmi dhe tregon që ndjesitë e diasporës po sinkronizohen me këto të Kosovës, me të popullit në Kosovë. Dhe kjo është një këmban alarmi. Pse? Sepse edhe diaspora nuk e ka më fuqinë që ka pas më përpara, sepse jeta në Europë është bërë e tmerrshme. Kam shku, i kam pa dhe i kam vizituar her pas here. Kërshnik me zi mbyllin muj. Jo, do pagu 700-800 euro qera, apo 1.000 euro qera, apo 1.200 euro qera, në Gjermaninë, Austrinë, Belgjikë, Italinë, Francë, kudo, pastaj do hash bukë, pastaj janë gazi, korrenti, uji, pastaj janë faturat, pastaj janë taksat, pastaj janë këto, pastaj janë ato, pastaj çerdhja, kalamajve, kopshti, ku dëgjon çarkan, dhe nuk i mbetet më. Po pse rrini atje kur nuk jetohet më atje, shpytja që bëhet vazhdimisht. Rrin atje sepse në trojet shqiptare, në Kosovë dhe në Shqipëri dhe në Ballkan përgjithësi, kanë ra 2 bomba atomike. Bomba numër 1 është tek arsimi dhe bomba numër 2 është tek shëndetësia. Dhe këto janë 2 faktorët kyç që e mbajnë një shqiptar të emigrojë. Kam takuar atje dhe më thonë Kërshnik, po të kem 800 euro të sigurta në Shqipëri, apo 1.000 euro, apo 1.200 euro të sigurta pag në Shqipëri, nuk rri më as 1 minutë në Gjermani, në Itali e ku dëgjoj se ku. Na unzi jeta, ata nuk shohin pik dilli me sy. Do të shmenemi, do bëhemi budallëj. Këtu rrin njerëzit, nuk qesh njeri. Rrugët bosh, gjithkohës errësirë, gjithkohës tym, gjithkohës mjegull, gjithkohës vranët, gjithkohës shi. Këtu ke ne ka beku i mëdhi Zot, po e ka prish robi. Këtu e ka rregullu Zoti, e ka prish robi. Pse? Se është sistemi në krizë. Pse? Sepse nuk ka politikan. Ka dallkauk dhe dallafereqi, që nuk kanë as ndjesi për popullin e vet. Ndaj populli i refuzon duke mos i dhënë legjitimitet. Dhe rezultati është që rënja drastike
e votuesve në Kosovë me 39.5% nuk është rebelim as momental, as dembelizëm, as sjellje patetike e qytetarëve të Kosovës. Por është rebelim i heshtur dhe mesazh për sistemin që kujdese do të rrëzohesh se ke humbur legitimitetin. Unë nuk të pranoj më, nuk të njoh më. Tani do ju shpjegoj se pse kjo është shumë e rrezikshme. Përpara se të shkojmë aty, kuptojmë pra që sot pas zgjedhjeve lokale në Kosovë, që do të përcaktohen, siç ju thash, pasi të marrin vesh fituesin e kryetarit komunës së Prishtinës, sepse ajo është Kosova, Prishtina, siç është Tiranë, Tirana është Shqipëria. Shifrat e ulta të pjesëmarrjes janë një frikshëm, kanë krijuar dy realitete. Realitetin e Kosovës me shumicë shqiptare, ku qytetari u tërhoq dhe refuzoi të marrë pjesë, dhe realitetin në komunat me shumicë serbe, ku votimi kontrollohet komplet nga Serbia dhe është komplet fiktiv. Atje, lista serbe fiton pa garë, pa rival, pa debat, pa asgjë. Pra, zgjedhje kot, zgjedhje fiktive. KQZ ishte thjesht formalisht, ishte vetëm e letër. Dhe kjo tregon se Kosova sot, pas këtij realiteti zgjedhor, funksionon me dy sisteme politike paralele. Sistemi shqiptar brenda Kosovës me politik pa pjesëmarrje dhe sistemi politik serb brenda Kosovës, një teatër fiktiv, demokraci fiktive, pa konkurrencë, pa debat politik dhe pa alternativë politike. Dhe kjo shpjegon më së miri rënimin e sistemit. Çfarë është sistemi? Sistemi është, inxhinierët e nderuar e kuptojnë mirë këtë që po them. Për të ndërtuar një pallat të lartë apo një kull shumë kaçe, duhet bërë llogari sa beton, çfarë marke duhet betoni, çfarë hekuri do, sa duhet të jetë përqindja e kësaj në hekur, sa duhet të jetë përqindja e kësaj në çimento, e kësaj të asaj, si kombinohen trashësia e hekurit për masa e shtyllës dhe kolonës që ndërtesat rrinë kamp. Në qoftë se nuk ka këto për masa, bëhen dhe analizat e betonit, ka njerëz specialist, miq të mi që më tregojnë, bëjnë analizat e betonit, dhe po dolën analizat e betonit keq, nuk miratohet betoni, rrëzohen, të rrëzo kullën e të rrëzo pallatin, se nesër do i shemet njerëzve në kokë. Siç bëhen analizat e betonit për kullat dhe për pallatet e larta dhe për çdo lloj pallati, zgjedhjet lokale në Kosovë ishin një kampion gjaku nëpërmjet të cilit ne analizojmë shëndetin e sistemit politik në Kosovë dhe rezultati ishte sistemi është në krizë dhe është drejt fundit të tij. 6 në 10 njerëz refuzojnë kutinë e votimit, do të thotë sistemi është në mungesë, është në krizë legitimiteti. Çfarë do të thotë pse Kreshnik 39.5 që ka krizë legitimiteti? 39.5% është krizë legitimiteti sepse 39.5% pjesëmarrje në zgjedhje do të thotë që çdo kryetar komune do të shkojë dhe do të zgjidhet me 10-15% të votave. Votat reale janë 10-15%. Si mundet sistemi politik të rrinë këmbë me 15% kolona? Me 15% legitimitet. Një kolon, një pallat ka 200 kolona, pallati i madh ka 200 kolona betoni. 100 kolona betoni. Ta marrim me 100 se është numri i plot. Pallati i madh, kullë e madhe në mes Prishtinës, në mes Tiranës ka 100 kolona që e mbajnë ndërtesën dhe që duhet ta mbajnë sistemin dhe pallatin këmbë. Thy 85 për këtyre kolonave, futi tritolin dhe dinamitit dhe lë 15 në këmbë. Arrin më kulla në këmbë? Nuk rrin. Nëse rrin është duke ndetë për inerci. Ku është rreziku tani? Sistemi politik në Kosovë dhe në trojet shqiptare dhe në Ballkan me 15% legitimitet është përpara shëmbjes. Dhe këtë populli e jep si sinjal, si këmban alarmi
për Kurtin, për opozitën, për Ramën, për Berishën, për gjithë këta, të cilët këtu në Shqipëri i refuzon populli gjithashtu masivisht. A do t'ja dal sistemi të mbijetoj me 15 kolona nga 85 të thyera? Këtu është pyetja thelbësore dhe strategjike. Kush janë pikat e nxehta të botës që kanë tërmetet më të mëdha? Ukraina, Gaza, deti i Kinës Jugut dhe Ballkani që është shkaktar për kriza politike botërore dhe për luftën botërore. Çfarë do të thotë kjo Krishni? Kjo do të thotë që ka tërmete të fuqishme. A do të rri dhe do të mbijetoj Kosova dhe Shqipëria dhe Ballkani këtyre tërmeteve gjeopolitike, të cilat e kanë kaluar shkallën 8-9 Richter të shkallës gjeopolitike dhe me interferencën e lojtarëve tretë, siç është Putini dhe Kina, me tentativën e ndërhyrjes tyre në Ballkan, një sistem që e ruan legitimitetin me 10-15%, është një sistem në shëmbje dhe kjo është këmbën alarmi që lojtarët e tretë do të përfitojnë në rast se lëkundjet dhe pllakat tektonike do të lëvizin në Ballkan dhe në Kosovë. Më shumë nga çka kanë lëvizur, do të thotë që sistemi rrezikon të shëmbet i gjithë dhe popujt mund të shkojnë dhe të kërkojnë alternativa të reja. Ose kaos. Mbrojtja fiktive e sistemit me 10-15% është për t'i mbajtur qytetarët me drogë, sepse 6 nga 10 kanë refuzuar daljen. Dhe kjo është analiza ime për atë që po ndodh në Kosovë, dhe kjo ishte analiza ime, mendimi im, opinioni im, me cilin mund të jeni dakord apo mund mos jeni dakord. Unë fakt them atë që di dhe atë që mundem. Kampioni i gjakut që mora nga Kosova, nga këto zgjedhje lokale, më dha këto rezultate që i ndava me ju. O Kreshnik, po, a i di të gjitha, thot dikush aty, jo, unë nuk i di të gjitha, miqtemi. Unë jam një nxënës i përjetshëm, mësoj çdo ditë nga ju, nga komentet tuaja dhe lexoj gjithë jetën time. Kam ja 38 vjet që lexoj kështu intensivisht. Mësoj për ditë nga pak. Nuk i di të gjitha, por për gjithçka e kam një mendim. Dhe kur nuk kam mendim, them nuk e di. Dhe kush thot nuk e di, ka dhënë përgjigjen e saktë. Do ju them gjithçka di dhe do ju them nuk e di për ato që nuk i di. Nuk i di të gjitha, por për të gjitha e kam nga një mendim. Ky është thelbi. Zhvillimet janë të mëdha dhe unë do ta jap mendimin tim minutë pas minute, orë pas ore, në betejën tonë të rëndësishme mbarkombëtare, që është beteja e vetëdijesimit dhe jo beteja e lajmeve. Unë nuk po bëj një betejë lajmesh në këtë kanal, miqtë e mi. Ka mira kanale shumë më të fuqishëm se Kreshnik Osmani, të cilat ju asjellin lajmet me fotografi, me video nga gjithë bota çfarë po ndodh. Kujdes. Beteja jonë nuk është betejë lajmesh. Unë nuk e fitoj dot betejën e lajmeve, sepse ata janë gjigant. Unë kam një studio të vogël në zyrat tona dhe kaq. Beteja jonë është betejë vetëdijes, sepse vetëm vetëdia e bën popullin të kuptojë lojën e sistemit dhe e zhvesh sistemin nga legitimiteti duke i kërkuar atij ose rregullon lojën ose do të bjerë sistemi. Dhe kjo ishte ajo e bukura. Në Kosovë, për ta përmbledhur dhe për t'i vënë ka pak, vdiq sistemi ose është në grahmat e vdekjes, me refuzimin e popullit Kosovës për dalë për të votu 60% e kusur, dha sinjalin se ne kemi kuptuar lojën, do të thotë beteja e vetëdijësimit po fiton pikë çdo ditë, sepse populli e refuzon maskaradën, por ka lindur një shpresë e re, që është zgjimi i popullit, kur në një nga komunat e Kosovës kanë dalë për të votuar dhe kanë bërë një humor të lezetshëm. I kanë dhënë votën Rej Manajt. Kosovarët kanë votuar Rej Manaj në flenë e votimit, duke i treguar që vetmja shpresë për triumf janë ata që i sjellin fitoren popullit shqiptar dhe fitoren e solli për Shqipërinë kundër Serbisë, e solli goli i Rej Manajt, i cili kishte humbur i penalltima përpara. Dhe në Kosovë kjo ishte vota inteligjente,
e cila mua më dha sinjal që më lumturoj që ishte do t'i besojmë sistemit vetëm kur sistemi të sjell fitore për shqiptarët dhe të tjerët do t'i refuzojmë dhe do t'i bojkotojmë. Këtë e bëri mjeshtrisht populli inteligjent e Kosovës dhe unë kam dëshirë t'ju përshëndes për këtë lëvizje dhe sjellje brillante të vetëdijshme, e cila nuk ka nevojë për profesorë dhe doktorë të mëdhej që të marrin kësaj vendimesh. Vendosi instikti i popullit të Kosovës, ai instinkt të cilin e ka vënë i madhi Zot në zemra si sistem imunitar për të mbrojtur njerëzit nga sistemi dhe lojtarët e tij që bredhin nga televizion dhe shesin fitore apo humbje imagjinare për këtë palë apo për palën tjetër. Kaq kishim për momentin, pjesa tjetër vijon në numrin e ardhshëm sepse ka zhvillime shumë të mëdha dhe do të jeni aty bashkërisht për t'i parë.